GJKO ka dënuar me 4 vite burg avokatin Radovan Çela, i cili akuzohet për korrupsion dhe ndikim të palishëm ndaj funksionarëve të drejtësisë në dosjen Toyota Yaris. SPAK kishte kërkuar 6 vite burg, por GJKO e dënoi me 4 vite burgim, ndërsa Çela përfiton edhe nga gjykimi i shkurtuar dhe si përfundim do të vuajë 2 vite 8 muaj burg. Vetëm 2 ditë më parë, GJKO dënoi me 4 vite burg edhe ish kryeprokurorin e Vlorës Aurel Zarka, i përfshirë po në këtë dosje. Hetimi nisi mbi bazën e të dhënave të Sky ECC që u vënë në dispozicion nga autoritetet franceze, ku mes të bandeurve u zbuluan komunikime për disa çështje, mes të cilave edhe Toyota Yaris. Dosja një fjalë lidhet me sekuestrimin e 3.4 milion eurove të fshehura në 2 automjete tip Toyota Yaris në portin e Durrësit, një çështje e cila ka përfshirë disa emra të njohur të drejtësisë shqiptare. Sipas SPAK, avokati Çela dhe prokurori Zarka kanë ndërhyrë edhe në çështjet e Suel Çelës për t'i çliruar pasuritë e sekuestruara në kuadër të operacionit Forca e Ligjit. Në total janë 8 episode ku është evidentuar ndërhyrja në bashkëpunim me njëri tjetrin e antarëve të grupit kriminal, duke ofruar dhe premtuar përfitime të parregullta për të ushtruar ndikim te funksionarë të drejtësisë me qëllim lehtësimin e pozitave ligjore. Ndërkohë, lidhur me këtë dosje, vijojnë hetimet me një procedim tjetër të ndarë ku po hetohen persona dhe episode të tjera korrupsioni dhe ushtrimit të ndikimit të palishëm. Çela u vetë dorëzua më 5 mars të këtij viti, teksa ishte shpallur në kërkim nga SPAK. Ai ndodhej në kërkim që prej muajit korrik të vitit 2024 pas një operacioni të zhvilluar nga prokuroria e posaçme në kuadër të hetimeve për dosjen e cilësuar si Zarka.